Vetëm të kesh vullnetin, mund të marrësh. Mund të jesh një president shumë mirë. Derisa ne po flasim këtu, çlirimtarët tonë ende po mbon në hog. Nëse je informuar për këtë gjë, edhe e din. Po. Çfarë mendoni për gjykatën speciale edhe për ish presidenti Hashim Thaçi dhe ish kryetarin e PDK-s Kadri Veseli që po mbon padrejtisht hog? A mendon që gjykata speciale në është gjykatë raciste, racore, që është bërë vetëm për shqiptarët, jo për serbët? Okej, ajo është bërë me vullnetin e klasës politike dhe me votën e Hashim Thaçit. Që unë nuk jam mësuar që të gjykoj strukturat kësaj natyre. Edhe në Shqipëri, nëse një gjykat merr një vendim të caktuar, unë mund të them që vendimi i gabuar, po them këtë dhe mbyll mohabet, ai është vendimi pa diskutueshëm. Unë nuk kam fakte për të menduar që këta po mbahen padrejtisht. Unë Hashim Thaçin e njoh edhe personalisht, e kam takuar 2 herë. Edhe mua më pëlqen ai si rol. Si personazh. Si personazh. Po, është ka një lloj inteligjence të lindur, ka një lloj nuhatje që unë s'e kam parë te asnjë nga ato politikanët e Tiranës. Mirë po, për akuzat që i bën, unë për ato nuk di çfarë them. Do doja shumë, do isha shumë i gëzuar nëse ai do dilte nga ky proces në fund fare, do dilte i lam. Edhe do të rishtohesha nëse do dilte do mendon që do dali pa fajshëm duke ditë deklaratat e fundit të Dikmartit që e kanë kërcënuar Shërbimi Sekret Serb? Jo, unë nuk e di çfarë faktesh kanë ndorë ato të gjykatës speciale, se nëse kanë fakte që e komentojnë. Po gjithë thonë që për shembull gjykata speciale është ndërtuar mbi raportin e Dikmartit. Që flitet domethënë që ish krerët e ushtrisë lirimtare të Kosovës kanë shitur organe. Unë nuk besoj që ata bëjnë lojra politike, ata mund të bëjnë gabime, por nuk besoj që ata bëjnë lojra politike apo urdhërohen nga dikush. Në qoftë se ata gabojnë sepse gabojnë, sepse gabimi është human. Por nuk besoj se gabojnë nga që janë programuar për të gabuar. Jo, nuk besoj se janë programuar. Ata po bëjnë një gjë që u thot mendin që është gjë e durr për të bërë. Mendoj unë, se unë nuk e njoh se kam idenë. Pastaj, shoqëria kosovare e thashë fillim, kjo është gjykata speciale e shkruar me okejin e saj, ata kanë thënë amen. Edhe përfaqësuesit e tyre politikanë kanë votuar, deputetët. Kështu që duhet i pranojnë të gjithë vendimin që do marrin kjo gjykatë. Në mos të dërim lidhen, edhe të marrin vendimin për të anulluar. Ndoshta kanë pranuar që të shohin botat që UÇK-ja është i faqebor. Ndoshta është kjo njëra ndër arsyet që është pranuar gjykata speciale. Okej, atëherë ti dalin për zot situatës ku janë dhe të provojnë atë. Si doli Ramushi për shembull. Po, ta provojnë edhe një gjyq që janë rregull. Janë rregull. Domosdoshmë shumë shlirimtarë tonë besoj edhe që e kanë provu. Fatmir Limaj, Ramushi mbi 2 herë. Qëndrimi Ramushi